Para se ta hidhni, ja çfarë duhet të dini për të verdhën e vezës. Është shumë e pasur me proteina. Veza është ushqimi më i shpejtë dhe më i lehtë për të marrë të gjitha lëndët ushqyese në çdo vakë të ditës. Veza të dhuron shumë kalori, por ka edhe një përqindje të lartë të kolesterolit. Shumë persona nuk e pëlqejnë të verdhën dhe vendosin ta hedhin. Megjithatë, e verdha e vezës mund të përmbajë të gjithë yndyrën, por edhe përmban më shumë vitamina dhe vlera ushqimore. Megjithatë, ju duhet të dini se e verdha e vezës është mjaft e pasur me vitamina A, B12 dhe D, dhe ndryshe nga pretendimet se rrit kolesterolin, është krejt e kundërta. Një vezë në ditë është më së e shëndetshme dhe as pak e rrezikshme edhe për persona që vuajnë nga kolesteroli. Megjithatë, është mjaft e rëndësishme të jesh i ndërgjegjshëm në lidhje me sasinë e mishit, djathit apo produkteve të tjera që mund të rrisin nivelin e kolesterolit gjatë ditës.